Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha merr pjesë në kuvendin zgjedhor të Degës së Matit. Ne do të jemi shkolla e vlerave, qeveria promovon trafikantët, ka deklaruar kreu i Selis Blu në fjalën e mbajtur në kuvendin e 11 zgjedhor të Degës së Matit, nga ku dhe u zgjodh kryetari i ri për këtë degë. Ne, Partia Demokratike, kemi një sfidë dhe një mision qytetar dhe kombëtar. Të reflektojmë nga njëra anë për çdo rast të degradimit dhe shkarjes nga parimi i meritës dhe vlerat brenda radhëve tona. Ti dalim përballë nga ana tjetër dhe ti përgjigjemi me vendosmëri me njerëzit më të zotë që i kanë nxjerrë familja dhe shoqëria shqiptare, shkolla shqipe dhe shkollat e botës ku kanë studiuar e po studiojnë shqiptarët projektit Ogurzi në veprim të kundërshtarëve tanë promovimit narkotrafikantëve dhe individëve me rekorde kriminale në politik, në administrat, në drejtim, duke poshtruar popullin e duke rrezikuar seriozisht të ardhmen demokratike të vendit tonë. Zgjedhjet në Partinë Demokratike, theksoi Basha, po sjellin forca të reja. Pas statutit dhe udhëzimit, Partia Demokratike ka përjetuar në themelin e saj përtëritje dhe qarkullimin e nevojshëm të një numri të madh zgjedhurish, duke sjellë në krye të seksioneve forca të reja, energji të reja, frymëzime të reja, synime të reja, pa cilat një parti politike nuk ka jetë, nuk ka të ardhme. Qarkullimi i drejtuesve politik të çdo niveli është një parim i partive demokratike moderne që zbatohet e duhet zbatohet në vijimësi në çdo kohë. E në veçanti kur partia humbet zgjedhjet, siç i kemi humbur ne, kur kalon në opozit, siç kemi kaluar ne, kur fillon përgatis nisjen dhe ngritjen e re, siç po bëjmë ne. Partia Demokratike ka nisur mbajtjen e kuvendeve zgjedhore në mbarvendin për të kulmuar në fund me kuvendin kombëtar. Ky proces është paraprir nga regjistrimi dhe riregjistrimi i antarësisë së Partisë Demokratike, proces të cilin kryetari i Demokratëve Lulzim Basha e ka cilësuar jetik për një parti që ka e do të ketë në themel të organizimit dhe sistemit të saj të karrierës votën e lirë të antarëve të saj.